Sikur I mori dikush, Alban Bushi për humbjen e prindërve, do të doja t'i përqafoja. Fund tetori vitit që lam pas përkoi me një tragjedi për trajnerin e kombëtares U21, Alban Bushin, I cili humbi prindrit në një aksident në Greqi. Ali dhe Bukurie Bushi po udhëtonin me mjetin e tyre kur përplasën nga një furgon në rrugën e Gnatja në aksin Verja Selanik. Alban Bushi ka rrëfyer për herë të parë ngjarjet para dhe pas aksidentit. Ata donin të iknin të dielën në mëngjes, por babai flinte një çik. Ishte një çik gjumash ai, flinte gjumë më shumë se sa duhej ndonjëherë, nga që rrinte të shtunave duke parë sport e filma. Mami u çua të dielën për të ikur, I thoshte hajde se u bëra gati. Ai thoshte të fledhe pak, të fledhe pak. Dhe sikën të dielën, I tha mami, s'jam duke të pritur, ikim nesër. Ikën të hënën dhe ndodhi ajo. Unë isha jashtë shtetit në fakt, nuk e dija, vllai I merrte në telefon, ata nuk e hapnin. Vllai tha, kanë arritur në hotel. I mori në fakt 5 minuta para aksidentit dhe I kishin thënë që duam edhe gjysmore të arim. Si mori më? I mori pas dite, nuk e hapën, I mori në darkë, nuk e hapën dhe vllai pastaj mendoi që mos janë në gjumë dhe t'i marrë të nesërmen, s'po e hapnin edhe të nesërmen. Unë erdha, isha në Gjermani, besoj erdha nga dreka dhe më thot vllai, ore s'më kanë hapur telefonin. Qa thoj, thash unë, si ka mundësi. Kur I mori përsëri, vllai e hapi një grek, tha që I kishte thënë servis makinë dhe vllai se kupton greqishten. E mora unë se flas greqisht nga që kam luajtur atje, I thash si është situata, çfarë ka ndodhur. Më tha mua kështu, si jetojnë më, jam përplasur që dje. I thash që dje, po pse s'keni lajmëruar se 24 orë duhet të lajmërojnë, nejse. Nuk na dhan shumë shpjegime, thjesht mor makinën dhe u nisëm për atje. Kur arritëm ata kishin qenë duke ecur në rrugën e vet me 80-90 në orë, kishte ardhur një Mercedes shumë I madh I mbushur me sallamra, mishra dhe I kishte gjuajtur nga mbrapa fort dhe I kishte lënë të dy në vend. Ikën një çik çuditshëm se ikën shpejt. Bushi shpjegon se personi që është përgjegjës për aksidentin nuk është arrestuar pasi aksidente të tilla gjykohen ndryshe nga legjislacioni grek, por po e ndjekin çështjen. Për të dhe vllajin ishte shokuese për rrethanat që ndodhi dhe dëshira e vetme është një përqafim. Edhe vllai e përjetoi shumë. Nuk diskutohet se pse jam prindër, është gjëja më e shtrenjtë në jetë dhe ikën si me thënë pa u përqafuar, pa u takuar sikur I mori dikush dhe do të doja që thjesht I përqafoja një herë kështu fort sepse më ka marrë shumë malli. Bushi përshkruan edhe mendimet që pasojnë me largimin e tyre dhe jeta dhe kujtimet që shoqërojnë vazhdimisht. Tani bëhet akoma më e pabesueshme, kur kalojnë ditët dhe muajt bëhet më e pabesueshme se ke shumë mall për prindrit. Ndonjëherë thua që bëhem pishman që sëngra edhe një drek me ata, ose kur më kanë thënë hajde për drek dhe nuk shkoja, janë ca gjëra që me prindrit duhet t'jesh I kujdesshëm shumë. Kur ikin e kupton dashurinë e tyre të madhe.